Kryeministri dhe njëherë kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha prezantoi kandidatët për deputet të qarkut të Elbasanit në një miting madhështor impresionues, uragan të fitoris së Partisë Demokratike në zgjedhjet e 23 qershorit, siç do ta konsideronte zoti Berisha. Zoti Berisha, duke prezantuar platformën e PD-s dhe koalicionit të saj, tha se 4 vitet e ardhshme do të bëhet çdo përpjekje për punësimin masiv të qytetarëve, me ambicien për krijimin e 250.000 vendeve të reja të punës. Ky zotim bazohet tek parashikimet për tërheqjen e mëtejshme të investitorëve përmes taksave të ulta dhe taksës së sheshtë, arsye këto madhore që quan në 4.2 miliard dollar investimet 4 vitet e fundit. Në rastin e sot, renditemi të 18-it për tërheqje investimeve tuaja. Me paketën e re, ju garantoj, do të arrijmë ndër vendet më të para të Europës dhe të planetit. 4 vitet që vijnë, Shqipëria do të marrë jo 4, por 6 miliard dollar investime. Kryeministri thekson se ndërtimi i docentraleve në mbarvendin është një gjenerator i madh punësimi. Vetëm i docentrali i Banjës punson direkt dhe indirekt 57.000 shqiptarë në horizont. Pa afrohet gjithnjë më shumë. Projekti gjigant nga sjellësi transadriatik, së shpejti autostrada po përfundon. Unë ja fjalën ju se do bëj gjithçka për zonën e lirë industriale të Elbasanit. Autostrada rrit shumë shanset për te. Punësim tuaj dhe të mbarë shqiptarve. Një tjetër sektor i rëndësishëm punësimi është bujësia, tha kryeministri, ku gjatë këtyre viteve në rang vendi janë financuar 42.000 projekte fermerësh, ndërsa në Elbasan mbi 5.000 të tilla. Kryeministri theksoi se 4 vitet e ardhshme do të trefishohen financimet për bujësinë. 4 vitet që shkuan, punësuam 100.000 shqiptarë. Në rast se trefishojmë investimet, në rast se trefishojmë grantet, ju garantoj se minimumi 130.000 të tjerë do punësohen 4 vitet që vinë. Sektori i turizmit është një tjetër degë e rëndësishme e ekonomisë dhe punësimit. Me reformat për zhvillimin e mëtejshëm të këtij sektori, si edhe për tërheqjen e më shumë turistëve dhe vizitorëve, të cilët në vitin 2005 përllogaritishin 300.000, sot 4.7 milion, mundësitë e punësimit në këtë sektor zgjerohen. Unë ja fjalën ju se 4 vitet që vinë, ne do të kemi 7 milion turistë dhe vizitorë. Kjo do të thotë shtim së paku me 30% të shqiptarëve të punësuar direkt ose indirekt në funksion të industrisë turistike. Por strategjia e hapjes së vendeve të reja të punës do të ecë paralelisht me atë të rritjes së pagave dhe pensioneve. Nga qyteti i Elbasanit, ku zoti Berisha ka bërë premtimin për 2 fishimin e pagave të mësuesve, që pensionet të mos jenë nën $100 në qytet, dhe se do të dyfishohen pensionet në fshat, të gjitha këto sot realitet, zoti Berisha do të garantonte një tjetër projekt. Mësuese dhe mësues të Elbasanit dhe të mbarë Shqipërisë, zotimi im solem në këtë shesh, se në mandat e ardhshëm, ju nuk do keni rrogë më të vogël se $700. Kryeministri shprehbindjen se shqiptarët do të votë besojnë projektin e Shqipërisë së zhvilluar europiane kundrejt alternativës bllokuese të opozitës, e cila kulmoi me mosvotimin e 3 ligjeve për marrjen e statusit. Ndaj për zotin Berisha, zgjedhjet e 23 qershorit kanë rëndësi përcaktuese për projektin e Partisë Demokratike dhe të gjithë shqiptarëve, drejt vokacionit perëndimor dhe liberalizimit të vizave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne do plotësojmë çdo kush, do plotësojmë çdo kërkesë, siç plotësuam për Bashkimin Evropian. Do plotësoj për viza. Vizja jonë e lirë në hapësirat e vendit mi është ëndër që do realizohet gjatë 4 viteve që vinë. Ata që më tregojnë mua A4, atyre u them, kontrolloni pak grupin parlamentar, se sa të refuzuar keni për viza në atë vend. Kryeministri nuk do të linte pa përcjell mes batutash edhe ndryshimet e bëra këto zgjedhje në listën e kandidatëve të Partisë Socialiste në qarkun e Elbasanit, ndërsa një deklaratë shumë e fuqishme do të vinte për kryesuesin e listës Blushi. Pyeteni, ku e ke tesrën e Partisë Demokratike? Kur morën vendimin për ndërtimin e tunelit, Ben Blushi deklaroi publikisht se nëse Berisha ndërton tunelin, unë do marr tesrën e Partisë Demokratike. Tani, as që guxon t'i afrohet, truket si Faturino në autobus me shefin e tij. Ata në autobus, ne përfundojmë autostradën. Ata në autobus, ne do bëjmë bypassin, po kaq modern sa autostradën. Ata në autobus,
ne do të ndërtojmë parku rekreativ të Krastës, kampus e ri të universitetit, landfill e Paprit, ne do bëjmë gjithçka për krimin e mira vendeve të punës, për mirëqenjen, për integrimin e Elbasanit dhe Shqipërisë, për para. Mirë mbrëma të gjithëve, si çdo të premte jemi këtu në studion e Log. Materiali që sapo ndoqet është pra mitingu i hapjes fushatës Partisë Demokratike në qarkun e Elbasanit, ku janë prezantuar dhe kandidatët, gjithsesi për të folur lidhur me atmosferën që ka gjetur Partia Demokratike në Elbasan dhe cilat janë pritshmëritë e saj në këtë fushatë, por edhe për çështje të tjera që kanë të bëjnë kryesisht me marrëdhëniet shqiptaro-amerikane apo sa është europianizuar Shqipëria dhe çfarë pritet ndodhi pas miratimit të tre ligjeve që kanë qenë kushtet Bashkimit Evropian për të marrë statusin e vendit kandidat pra miratimit të tre ligjeve në parlament. Unë kam ftuar një prej politikanëve të njohur në vend, i cili është kthyer së fundmi dhe është në radhën e parë, po themi, të qarkut të Elbasanit, ku po kandidon për herë të parë besoj edhe në këtë qark. Pra është zoti Eduard Selami dhe unë dua ta falenderoj që ka gjetur kohë shkputur nga intensiteti i fushatës për qenë ne sot. Faleminderit për ftesën, Artur. Zoti Selami, besoj nga mitingu, unë kam një periudhë gjatë, po themi që punoj në media dhe kam ndjekur kryesisht pothuajse gjitha këto takimet elektorale që zhvillohen në gjithë Shqipërinë, po edhe ato në Elbasan. Dhe them drejtën, kam parë nëpër masa diçka më të madhe, nuk e di ajo kujtesë që keni ju, ka patur gjëra të tilla, po themi ndofta të këtyre përmasave atëherë kur rrëzuat komunizmi? Ka një ngjashmëri, më vjen mirë që e ngrimi, po. Përmasa dhe atëherë kanë qenë entuziazmi dhe atëherë ka qenë i lartë. Dhe mendimi im do të ishte që pas 20 vjetëve këto gjëra në mënyrë të natyrshme do të vinin duke ulur. Dhe mbase janë ulur në fushatat e mëparshme, por një nga surprizat e mia është që ka një entuziazëm të madh dhe ka një entuziazëm të sinqertë dhe ka një paralelizëm me atë kohë. Kjo si brenda Partisë Demokratike, ashtu edhe në simpatizantët dhe në përkrahët jashtë strukturave të Partisë Demokratike. Dhe kjo është një surprizë e këndshme për mua. Konstatoni të njëjtën frymë fitore, po themi? Të njëjtën frymë fitore, të njëjtën sens përgjegjësie, të njëjtën përkushtim të Partisë Demokratike për ta marrë këtë fushatë jo si një fushatë të zakonshme, po edhe si një mision në atë raportin që është krijuar tashmë midis Partisë Demokratike dhe Shqipërisë, si një forcë progresive, si forca më progresive në 100 vjet të Shqipërisë, e cila jo vetëm ndau nga komunizmi, po e futi në rrugën e progresit. Unë mendoj që ndjej një sens përgjegjësie dhe një sens përkushtimi dhe një sens historie në anën e Partisë Demokratike, por dhe nga shqiptarët, që e shikojnë përsëri Partinë Demokratike si një forcë shprese për përshpejtimin dhe për kalimin e pragut fundit të antarësimit të plotë Shqipërisë në Komunitetin Evropian. Ka një akuzë, po themi, nga opozita kur shikojmë këto mitingje të Partisë Demokratike në Tiranë, Elbasan, Vlorë, në qytetet e mëdha dhe të vogla të Shqipërisë, qytetet e të vegjël të Shqipërisë, pra ka një akuzë që aty njerëzit merren me zor, pra janë administrata që detyrohet në këmbim të vendit punës ose në një sforco pra që ata janë aty sepse duhet marrin vendin e punës. Të duket, po them, në këto takime që keni patur që ata me cilët ju takoni, bisedoni, i përkasin kësaj kategorie, pra njerëz që vinë pa vullnet në takimet e juaja? Nuk kam këtë ndjesi dhe nuk ndaj të njëjtin mendim. Të marr si shembull dhe një takimin e parë ku ne shkuam në Librazh, qarku i Elbasanit, unë jam më konkretisht në rrethin e Librazhit, thjesht për të bërë një takim me strukturat e Partisë Demokratike dhe u detyruam që të bëjmë një takim akoma më të hapur për shkak të interesimit të njerëzve që ishte. Ishte spontan, ishte i sinqert. Bile pata njerëz të cilët më thanë që kanë votuar përpara për Partinë Socialiste, por tani së bashku janë gati që të votojnë Partinë Demokratike dhe unë i mirëpres këto lloj gjërash.
Unë mendoj që ka vërtet një entuziazm të sinqert, i cili më shumë ngjan me honën e periudhës përmbysjes së komunizmit përpashme. Dhe arsyeja për mua është që njerëzit janë të lodhur nga lufta politike. Njerëzit e shikojnë si shpresë Partinë Demokratike dhe unë mendoj që 23 qershori do ta tregoj këtë gjë. Çfarë problemesh kanë njerëzit me cilët ju takoni, zoti Selami, se besoj ju keni filluar për takimet jo vetëm brenda strukturat Partisë Demokratike, ku mbase edhe për arsye pragmatike gjithë janë të kënaqur, po besoj ju takoni edhe qytetarë të thjeshtë. Çfarë problemesh kanë ata? Patjetër që a takoni të varfër, a takoni njerëz që s'kan punë, a takoni njerëz që kanë probleme, po themi, me korrupsionin. Patjetër, dhe këto janë pyetje të drejta dhe shqetësime reale të njerëzve. Jo vetëm nuk takohemi vetëm me strukturat, takohemi me njerëz, me elektoratin, dhe ky është një ballafaqimi drejt për drejt me elektoratin. Kjo është një mënyrë qeverisje e tillë ku jemi pranë tyre. Nuk është rreth zgjedhjes tonë në 23 qershor, është rreth përmirësimit të qeverisjes dhe ndihmës që ne ju afrojmë qytetarëve. Vlerësimi është i drejtë. Ka varfëri në Shqipëri dhe kjo nuk është sekret. Por nga ana tjetër ka rritje dhe ka sukses. Shqipëria e sotme është shumë herë më e mirë se Shqipëria e përparshme, por akoma ka probleme. Dhe problemi kryesor që unë ndesh nga do është problemi punësimit. Njerëzit kërkojnë punë. Kjo është diçka pozitive sepse njerëzit kanë të drejtë kërkojnë punë, duan të jenë dobishëm në shoqëri. Edhe me tërmend ka ecur, janë krijuar 200.000 vende të reja pune nga Partia Demokratike. Me tërmend ka tendencë të uljes papunësisë, por prap ka mjaft njerëz të papunë, sidomos në radhët e të rinjve. Por nga ana tjetër ndihet dukshëm që Partia Demokratike, kryeministri Berisha, janë të orientuar për t'i adresuar këtyre problemeve dhe shikohen si shpresë me probleme konkrete, duke i lidhur këto punësimin me integrimin e Shqipërisë, duke i lidhur me politikën e saj ekonomike, duke i lidhur me politikën e saj të takseve, duke i lidhur me politikën e infrastrukturës dhe në tërësi. Kështu që unë mendoj që problemet janë zgjidhur një parë probleme, do të dalin të tjerat, por përsëri programi i Partisë Demokratike shikohet si programi më shpresëdhënës. Rama thot për Berishën që vetëm rrugë, gjithçka është vetëm rrugë. A mendoni që është tejkaluar ndoshta këtë kujdes për të ndërtuar rrugë të reja, qoftë edhe në atë zonë, besoj unë kam shumë emra në kokë për të atyre rrugëve rurale, andaj që janë rregulluar, por besoj ka dhe tjera, po a duhet mbase mandatin tjetër të ndalojmë çik kuptimin tek rrugët, s'ka nevojë mbase më për rrugë, apo ju e shikoni këtë që duhet ndjekur? Mendoj që është të sulmosh një forcë politike në pikën e saj më të fortë, sepse rruga në vetvete është e lidhur me punësimin. E kam dëgjuar zotin Rama që thotë i kërkojmë punë dhe thotë rrugë. Nuk e shoh të ndarë punë nga rruga, janë të lidhur me njëra tjetrën, sepse krijohet punësim kur ti ndërton rrugët, por njëkohësisht rruga është zhvillim. Nuk mund të kesh një program ekonomik dhe një Shqipëri që avancon në mënyrë ekonomike pa një infrastrukturë moderne. Dhe unë mendoj që me gjithë ndërtimet që janë bërë, ka mjaft në fshatrat e Librazhit, në fshatrat përreth Prensit, në Stravaj po përmend, në Orejnë po përmend, vende të cilat nuk kanë rrugë akoma dhe janë jetike për fermerët, për banorët atjeshme, dhe ata mezi presin. Dhe këtë pikë unë mendoj që mbase ky është një investimi më i mirë që është bërë. Është një investim afatgjat, mjaft i sinqert i Partisë Demokratike, sepse është një investim për të ardhmen. Po qëse Partia Demokratike do të mendonte vetëm për këto zgjedhje, atëherë mund këto kapitale të drejtonte në gjëra afat shkurtër, të cilët njerëzit ta shikonin më drejt për drejt. Fakti që ky është një investim afatgjat, i cili ndihmon jo vetëm demokratët, po socialistët, gjithë shqiptarët, biznesin shqiptar, unë mendoj që tregon më shumë forcën e Partisë Demokratike dhe kritika është e pavënd. Realisht Partia Socialiste, deputetët e saj në parlament nuk e kanë votuar buxhetin ku ishte parashikuar për të bërë rrugat Tiranë-Elbasan për hapja tunelit. Mbase në një perspektivë, po themi, një që keni jetuar në Amerikë prej shumë vitesh, mas ata kanë drejt, ndoshta këto para mund të ishin kanalizuar diku tjetër, ndërkohë ka qenë një rrugë që vjen te Elbasan, pavarësisht se duhesh 1 orë gjysmë, diçka e tillë. Nuk më duket e drejtë, sepse do të lidhet Tirana si metropol me Elbasanin, do të lidhet me pjesën lindore të Shqipërisë, me Librazhdin, me Pogradecin, një dalje e cila do ta shkurtoj, do ta përgjysmoj pothuajse. Për 18 minuta, për 20 minuta, për 25 minuta do të jetë në Elbasan. Kjo i jep një zhvillim të dy anëve. Kjo me tërmend ka krijuar një entuziazm edhe në biznes dhe në njerëz të thjeshtë që unë takoj në zonën e Elbasanit,
në qarkun e Elbasanit, por edhe në Tiranë do të ndihmoj. Unë mendoj që ky është një investim afatgjatë mjaft i mirë dhe mendoj që vendimi për të votuar kundra do të ketë pasoja edhe në kutinë e votimit 23 qershor në qarkun e Elbasanit, por edhe më gjerë. Ju e keni ndjerë këtë nga njerëzit që keni Me njerëz konkret. që kanë një pak kënaqësi, po themi për këtë moment votimit socialistëve? Unë ndjej kënaqësinë dhe falënderimin që shfaqen, po kuptohet që dhe ana tjetër do të jetë që njerëzit mbajnë shënime, njerëzit shikojnë se kush ishte në krahun e tyre për këto investime serioze. Unë mendoj që kjo është një nga investimet më të mira që është bërë në këtë mandat të kaluar të Partisë Demokratike, së bashku dhe me rrugët e tjera. Po kështu dhe për rrugën e Komit. Hap një treg shumë të madh. Ekonomia e tregut kërkon bashkëpunim, kërkon qarkullimin e njerëzve, qarkullimin e marrëve. Këto janë investime të cilat unë mendoj që kanë qenë të menduara mjaft mirë dhe që do ta përshpejtojnë zhvillimin e Shqipërisë. A keni bërë gati të serën Blushit? Apo kur të marrë rruga që të fillojnë të kalojnë njerëzit? E dëgjova këtë gjë dhe nuk pash një reagim, po mund të jetë dhe mungesa ime e informacionit, po është i mirë pritur. Ka patur një, po themi vite më parë, atëherë kur mori Partia Demokratike pushtetin, duhet të thënë, gjithçka ishte përqendruar në Tiranë, Durrës. Tani që ju keni patur mundësi, po themi edhe të thelloni, të shikoni zona rurale, pjesë ndryshme të vendit, sa mendoni ka ndryshuar këto pjesë dhe sa shpresdhënëse janë, po themi, investimet që janë bërë për jetën e tyre, për të qëndruar së pari në ato vende, pastaj për të thënë që të ndërtojnë një mirëqenien aty ku janë. Një vëzhgim shumë i saktë, dhe kështu është. Kuptohet, Tirana ka ecur më shumë se pjesa tjetër e Shqipërisë. Por këto investime që bëhen në infrastrukturë, këto rrugë që bëhen, unë mendoj që i ka ardhur radha që dhe pjesët e tjera zhvillohen, qarku e Elbasanit dhe të tjera zhvillohen. Po këto do të ndihmojnë dhe Tiranën dhe Durrësin që të zhvillohen në këtë mënyrë. Kështu është zhvillimi i kapitalizmit është me metropolet. Dhe kështu ka ecur dhe kështu ecën akoma, sepse është fuqia e tregut, fuqia e investimit, fuqia e shumëfishimit të investimit që ti merr në këto metropole. Pjesa ka ecur, por akoma ka potencial për të ecur. Dhe unë dua të shfrytëzoj edhe një rastin për të thënë që kjo ecje i takon në radhë të parë shqiptarëve, punës së tyre të palodhur, por dhe qeveria dhe politikat kanë rëndësinë e tyre. Dhe unë mendoj që politika që ka ndjekur Partia Demokratike është jo vetëm për të sotmen, por dhe për të ardhmen, dhe për brezat që vinë, është një politikë ekonomike mjaft ambicioze dhe suksesshme. Dhe unë mendoj që nuk është përtej optimizit pa vend të thuhet që Shqipëria po troket në dyert e një vendi të zhvilluar. Dhe mos harrojmë, sikur të ishte marrë dhe statusi i kandidatit, kjo gjë do të ishte akoma më e dukshme, gjë që ka ndodhur në vende të tjera. Unë mendoj që është në rrugën e duhur me një zhvillim ekonomik, me një politikë ekonomike shumë të drejtë. Duhet të thënë dhe kjo gjë që territoret janë lënë të pambuluara nga opozita. Shumë pak flitet për biznes, shumë pak flitet për programe ekonomike reale, shumë pak flitet për taksa, dhe kur flitet është në kahjen e gabuar. Rritja e taksa mbyt biznesin, dekurajon biznesin, ul prodhimin, shton papunësinë. Ky është një formulë universale në ekonominë e tregut. Ju mendoni që, si thosh, këto 2 mandata s'kanë qenë të mjaftueshme për të realizuar një program Partisë Demokratike, u dashka dhe mandat tjetër? Për juve që vini nga Amerika, nuk ka të njëjtën kuptim, po themi fjala rotacion, kur vjen puna në rastin e Shqipërisë? Janë 2 gjëra të ndryshme. Për njëri që vjen nga Amerika, nuk mund të flasësh kundër rotacionit. Kjo është thelbi i demokracisë. Por keq kuptimi këtushme është që rotacioni nuk është që ti pret në radhë dhe pastaj me që ky ka qeverisur 2 herë të vjen radha aty. Nuk është ky rotacion. Ti duhet të gjenerosh ide, ti duhet të gjenerosh besim, optimizëm, rrugëzgjidhje për njerëzit. Kështu që në këtë aspekt nuk ka kufi. Dhe ana tjetër është kjo gjë që nuk është e pazakontë që një forcë politike që bën kaq shumë sa çka bër Partia Demokratike, dhe në planin politik, dhe në planin ekonomik, dhe në planin social, të vazhdojë disa mandate. Kështu ka qenë zhvillimi i Gjermanisë pas luftës së dytë botërore. Kjo ka ndodhur edhe në vende të tjera. Kështu ka qenë dhe në fillimet e saj Amerika. Pra, nëse ti pret që rotacioni të vi dhe të falet pushteti, kjo është larg së vërtetës. Unë mendoj që këtu ka një keq kuptim të madh lidhur me mënyrën se si punon demokracia. Rotacioni është një mundësi që duhet merituar. Nuk është një mandat që ti pret zërradhën se përndryshe s'ka kuptim demokracia. Ti duhet ta fitosh rotacionin me idetë e reja, me frymën e re, me optimizmin, me programin real, dhe pastaj njerëzit me votën e fshehtë vendosin. A shikoni tek Partia Socialiste, po themi ngjashmëri me atë periudhë kur juve ishit në front përballë tyre, pa tani se ishin i kthyer? Në ç'kuptim?
Po, kuptimin e mënyrës së të bërit politike, në mënyrës të qasjes të njerëzit, të qasjes me halleve të vendit. Unë mendoj që jeta politike shqiptare dhe në këtë kuadër dhe Partia Socialiste ka evoluar. Pse e them të gjë? Pa rrezikuar të keq kuptohem. Sepse kur ne ishim në hapat e para, Partia Socialiste shumë pranë Partisë Punës dhe fatkeqësisht vetmja forcë politike në lindje e cila vetëm ndroi emrin dhe nuk arriti që të shpërbëhet dhe të rikrijohet në këtë pikë. Kështu që mendimi im është që ka evolim, por në mënyrë relative prap ka pengesa. Dhe unë nuk e kam më shumë me antarësinë e Partisë Socialiste dhe me socialistë ndershëm, se sa fatkeqësisht është me leadershipin aktual të tanishëm. Sepse po t'i kthehemi skaluarës, dolëm blok kundër antarësimit të NATO-s në atë kohë. Por ama kjo gjë unë nuk mund ta pres dot tani, nuk mund të pres që Partia Socialiste sot të dali hapur kundër NATO-s. Por fatkeqësisht mosvotimi i 3 ligjit nga kreu i tyre, nuk them nga gjithë Partia Socialiste. Fakti që u hum debati i brendshëm brenda Partisë Socialiste që të mos pengohej Shqipëria, unë mendoj që në këtë pikë akoma fatkeqësisht ka një mentalitet i cili ekziston në kreun e Partisë aktuale socialiste. Se përket NATO-s, zoti Rama ka thënë që NATO është NATO nuk jep bukë, NATO nuk jep gjëra. Ka patur një mënyrë, po themi, për ta në vlerësuar rëndësinë e antarësimit të Shqipërisë NATO dhe nga ana tjetër disa analistë afër opozitës janë shprehur që mënyra se si do shkojnë këto zgjedhje varet dhe fati i Shqipërisë në NATO. A do jetë antar i NATO-s apo jo? Gjetë cilën e hodhi poshtë drejtori për Europën në Departamentin Amerikan Shtetit Jonathan Moore. Dy gjëra të ndryshme. Është shumë e sipërfaqshme dhe politikisht të mjaft naive të mendosh që pranimi i NATO-s është i ndarë nga suksesi i Shqipërisë por dhe nga punësimet, sepse ajo ishte garancia më e madhe, një inshurancë për Shqipërinë, për çështjen shqiptare dhe për stabilitetin rajonal. Ajo në vetvete u bë që Shqipëria të krijojë atë vrudhin dhe momentin e përshpejtimit. Është për të ardhur keq që u bllokua pas kësaj. Po të shikosh vendet e tjera që kanë hyrë përpara, Çekia, Polonia, Hungaria, Slovenia dhe me radhë kështu ka ecur. NATO i jep një përshpejtim sepse shumë investitorë të huaj që janë jashtë dhe investitorë të brendshëm shikojnë këtë si një shenjë garancie se të jesh antar i NATO-s do të thotë të kesh zgjidhur problemet madhore të mungesës paqes dhe stabilitetit rajonal. Kështu që mendoj që është një shikim mjaft i sipërfaqshëm dhe politikisht jo fort i vlefshëm. Kurse nga ana tjetër ato kritikat që bëhen, gati në atë gëzim që po qese zgjedhje shkojnë keq, unë them që janë jashtë realitetit. Shqipëria tashmë ka marrë rrugën. Këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme. Këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme për esjen e Shqipërisë dhe unë jam i sigurt që këtë test shqiptar do ta kalojmë me sukses. Por antarësimi i NATO-s është i vendosur një herë mirë, këto nuk janë gjëra të cilat janë në tavolinë që hyn dhe del sipas një zgjedhje caktuar. Mendoj që ky është një spekulim në rastin më të mirë mungesë informacioni. Zoti Selami, me qenë se u ndalëm tek po themi raporti me NATO-n, përmendem zotin Moore, unë kam përgatitur një insert lidhur me vizitën e tij më të fundit dhe kryesisht jam dalur ke ato deklarata që janë bërë publike gjatë takimit që ai ka patur me gazetarët. Ju jeni një prej atyre që keni takuar dhe besoj se mund të na jepni disa detaje lidhur me bisedën që keni patur me të. I lutem regjisën nëse ka gati materialin dhe të rikthehemi sërish në studio. Vjen një ditë dhe ndodh ajo që nuk e kishim parashikuar asnjëherë. Ka shumë arsye për të mbrojtur pronën dhe familjen tënde, sepse gjërat ndonjëherë janë më delikate nga çfarë kishim menduar. Insig ju kthen në normalitet. Prej 20 vjetësh Insig ju siguron pronën, automjetet dhe familjet tuaja. 20 vjet Insig, i madh dhe i sigurt. Zgjedhës me aftësi të kufizuara, kodi zgjedhor të siguron të drejtën e barabartë të votës si të gjithë zgjedhësit. Përdore këtë të drejtë. Verifiko nëse je i regjistruar në listat e zgjedhësve. Identifiko në njësinë tënde vendore si zgjedhës me aftësi të kufizuara. Identifikimi të mundëson votim në një qendër të përshtatur për të hyrë, përdorimin e dhomës së fshehtë të përshtatur, votimin përmes mjeteve të posaçme për të verbrit, votimin e menjëhershëm sapo arrin në qendrën e votimit. Mos harro, edhe vota jote sjell ndryshim.
nuk i shoh Shtetet e Bashkuara dhe Shqipërinë në një kurs për plasje. Drejtori për Europën Jugore i Qendrore në Departamentin e Shtetit, Jonathan Moore, ka përsëritur vlerësimin e Washingtonit për nivelin e shkëlqyer të marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Moore ka mohuar zërat dhe ka hedhur poshtë çdo përpjekje të opozitës për të keq përdorur deklaratat e ambasadorit amerikan se ka një përplasje mes Berishës dhe qeverisë amerikane. Për më tepër, Moore ka qartësuar qëndrimin e Departamentit Amerikan të Shtetit se SBA do të përplaset me këdo në Shqipëri që do të kundërshtojë me dhunë rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 23 qershorit. Unë nuk i shoh Shtetet e Bashkuara dhe Shqipërinë në një kurs për plasje. Unë do ta ndjek fushatën nga shumë afër, si mbajtjen e zgjedhjeve ashtu edhe numërimin e votave. Unë nuk jam ekspert, por jam i sigurt që ju mund të më informoni për këtë. Shumica e njerëzve mendojnë se do të formohet një koalicion pas zgjedhjeve. Nëse njerëzit janë të pakënaqur me rezultatin e zgjedhjeve në nivel lokal ose kombëtar, ka mekanizme ligjore të cilat ata duhet i përdorin për t'i kontestuar. E vetmja përplasje me Shtetet e Bashkuara do të ndodhte nëse dikush do të zgjedhë të përdorë dhunën në vend të mekanizmave ligjore. Në një takim të mbyllur me gazetarët, Moore ka shprehur besimin e qeverisë amerikane se është absolutisht e nevojshme që qytetarët e Shqipërisë të mund të respektojnë institucionet përgjegjëse për zgjedhjet, si dhe rezultatin e zgjedhjeve. Ne i mbështesim fuqimisht zgjedhjet, duke punuar me KQZ-n, duke punuar me organizata jo qeveritare. Përveç kësaj, ne jemi shumë krenar që po punojmë ngushtë me përpjekjet e OSBE-s për monitorimin. Moore është shprehur se SBA pret të shohë një kompromis midis qeverisë dhe opozitës në mënyrë që KQZ-ja të ketë vërtet 7 antar. KQZ-ja duhet të formohet plotësisht. Fakti që nuk është nuk mund të shihet si faji i qeverisë, mund të shihet edhe si faji i opozitës. Mund të rrim ulur këtu e të vazhdojmë të ankohemi për të deri në 23 qershor dhe të mos arrijmë asgjë. Është një situatë më pak e përsosur që Shqipëria duhet të mbështetet në institucione të tjera demokratike, nëse KQZ-ja nuk konstituohet plotësisht. Roli i kolegjit zgjedhor është i ndryshëm, por është pjesë e strukturave demokratike që merren me zgjedhjet. Lidhur me votimin e 3 ligjeve për marrjen e statusit të vendit kandidat në BE, Moore tha se votimi i tyre duhet të kishte ndodhur prej kohësh, pasi është pritur gjatë në rrugën drejt Bashkimit Evropian nga mosvotimi i tyre në parlament nga Partia Socialiste. Jemi rikthyer këtë transmetim drejt për drejt, jemi në bisedë me zotin Eduard Selami, kandidat i Partisë Demokratike për qarkun e Gjirokastërës, konkretisht duhet të thënë Elbasanit, konkretisht duhet të thënë në zonën e Librazhit apo jo. Aty jeni fokusuar në aktivitetin tuaj. Por ju pam që u shkputet nga fushata dhe ishit në takim me zotin Moore gjatë vizitës që ai pati në Tiranë. A mund të na jepni disa detaje për çfarë u bisedua aty? Ato gjëra që zoti Moore i tha dhe në prononcimin e tij për shtyp, pra duhet të thënë radh parë që është fakt për Shqipërinë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë ndihmuar që në hapat e para Shqipërinë dhe çështjen shqiptare në tërësi. Edhe zoti Moore është një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit, i diplomacisë amerikane, pa diskutim diplomacisë më të mirë të globit sot. Dhe është një mik i vërtetë i shqiptarëve, mjaft i informuar dhe që erdhi këtu në përpjekje për të ndihmuar në procesin e zgjedhjeve, në procesin e integrimit të Shqipërisë. Kjo ishte biseda, një bisedë që zgjati rreth 1 orë midis meje dhe zotit Moore. Kam patur rast takoj dhe disa herë tjera zotin Moore. Dhe këto shqetësime që ngriti për problemin e Komisionit Qendror të Zgjedhjes, në përgjithësi për frymën e fushatës, nda mendimin që këto zgjedhje kanë një frymë më të mirë në tërësi. Dhe i vetmi problem fakti është KQZ-ja me 4 antarë, e cila shpresa e dyanshme dhe zotit Moore dhe imja ishte që do të shfrytëzojë rasti i djeshëm që së bashku me 3 ligje të vinin dhe 3 antarët, ishte kjo një mundësi që dhe do të ishte shumë mirë për opozitën, do të ishte shumë mirë për ne kemi qenë gjithmonë të hapur, kemi bërthirrje. Unë shfrytëzoj edhe një rastin për të bërthirrje opozitës, për t'i prur antarët në Komisionin Qendror të Zgjedhjes dhe në këtë pikë mendoj që klima dhe atmosfera është e mirë. Siguria nga ana ime, si përfaqësues i Partisë Demokratike në kontakt vazhdueshëm me zotin kryeministër, është që ne jemi të interesuar dhe po punojmë me të gjitha forcat për t'i dhënë Shqipërisë zgjedhjet më të mira, më të lira dhe më demokratike që janë bërë ndonjëherë në Shqipëri, dhe ky është një fillim mjaft i mbar. Siç thash, me përjashtim të KQZ-s, problemet e tjera janë parametra mjaft të lartë. Dhe unë mendoj që do të zgjidhet dhe problemi KQZ-s, do të njihet rezultati, nga ana jonë nuk ka asnjë lloj dyshimi,
po është dëmë fjala dhe nga ana opozitës, dhe mua më vjeri shumë mirë të dëgjojmë nga zoti Mur dhe edhe angazhimin e opozitës në njohjen e zgjedhjeve dhe përmbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe të demokratike. Se ky është një proces i dyanshëm. Realisht ka dhe 23 ditë kanë mbetur sa të kemi po themi momentin kur shqiptarët do votojnë. Për shumë analistë, fakti që opozita heziton pra të dërgojë emrat, nuk i dërgon emrat, refuzon të dërgojë emrat, duhet thënë emrat e saj për zënë vendet bosh në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, shihet si krimi i alibie që ata duan të përdorin në rast se rezultati do jetë negativ për ta. Ju si e vlerësoni këtë? Është vështirë për ta kundërshtuar këtë mendim, por mendoj që është një kalkulim i gabuar përsëri nga kreu i Partisë Socialiste. Jo, ka zëra të moderuar brenda Partisë Socialiste që duan ardhjen dhe plotësimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjes. Edhe është për ta keq që nuk është bërë. Pati një situatë e cila kishte një farë diskutimi për t'i dhënë të drejtën e dyshimit tyre. Ka një mospërputhje me sa që kam parë në ligj midis Nenit 14 që shpreh frymën e ligjit dhe Nenit 18. Por kjo situatë tashmë u kalua. Unë nuk mendoj që tërheqja e dorëheqja atyre dhe lënia e vendeve bosh i shërbejnë kësaj fryme. Kështu që nuk të kundërshtoj dot në atë analizën e alibis, nuk dua ta mendoj këtë se nuk ka të fituar. Dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira, të ndershme dhe demokratike, nuk është detyrë vetëm e qeverisë, Artur. Kjo është detyrë e të dyve, e qeverisë, e opozitës dhe votuesve shqiptar. Ky është një obligim i jon i përbashkët. Kjo ka të bëjë me fatet tona, me fatet e demokracisë. Ky është një problem serioz dhe mua më vjen keq që nga leadershipi socialist duket sikur po i bëhet një nder qeverisë për prurjen dhe plotësimin. Ky është një detyrim ligjor, por përmbi një detyrim ligjor, ky është një detyrim për demokracinë. Ky është një detyrim kombëtar. Nëse nuk njihen zgjedhjet, atëherë ne humbasim që të gjithë. Nuk ka të fituar në këtë. Dhe unë shpresoj që të ndrohet mendim dhe KQZ-t plotësohet sa më përpara. Ne jemi të hapur në çdo kohë. Si keni kuptuar anglishtën e zotit Mur kur thot që e vetme përplasje që Amerikanët do kenë Shqipëri, do jetë me ata që do inkurajojnë dhunën dhe do injorojnë mekanizmat ligjor në rast se kanë një kundërshti për rezultatin e zgjedhjeve. Fare qartë, ashtu siç është, duhet hiqet dorë nga këto gjëra. Prandaj duhet të respektuar institucionet. Prandaj dhe KQZ-ja duhet plotësohet sa më përpara me 7 anëtar. Nuk mundesh të bëhen thirrje siç janë bërë. Më vjen mirë që ka hequr dorë tashmë, të thënë që nëse nuk do të fitohen zgjedhjet, atëherë do të përballen me revoltën popullore. Kjo është një gjuhë e vjetër. Kjo është një gjuhë e cila dëmton rënd Shqipërinë. Kjo është një gjuhë që dëmton rënd dhe Partinë Socialiste dhe pjesa më e madhe e socialistëve ndershëm janë kundër kësaj gjuhë. Unë takohem me njerëz në qytetar në bazë. E kanë shqetësim acarimin e kësaj. Sepse e din që humbasim që të gjithë, ka mjaft shembuj konkret për këtë në Shqipëri. Unë mendoj që kreu i Partisë Socialiste do të jetë shumë i kujdesshëm në këtë deklaratë. Dhe unë mendoj që vërejtja e zotit Mur është pikërisht për të ndalur këtë lloj gjuhë, për të ndalur këtë lloj rrëshqitje, që nëse unë sfitoj zgjedhjet, atëherë asgjë nuk njihet. Kjo duhet ka përzyer. Pra, ky mesazh mendoni ju që është drejtuar kryesisht atij, sepse ai është i vetmi person që thotë që nëse unë nuk fitoj, atëherë do të përballet me revoltën popullore. Nëse zgjedhjet vjedhen duke paragjykuar në këtë mënyrë, duke paragjykuar një forcë politike demokratike, duke paragjykuar një proces të tërë, duke paragjykuar dhe komisionerët e tij, një proces i cili akoma nuk është zhvilluar akoma. Unë nuk shoh të tensionim në bazë. Ata punojnë së bashku, komisionerët, demokratët, socialistët, partitë e koalicionit të majt, partitë e koalicionit të djathtë, nuk shoh as pak të lloj fryme. Kështu që mendoj që në këtë pikë mendoj që më vjen mirë që i ka ulur tonet kohët e fundit, po do të shikoja që përfundimisht të shkoj me mendimin 23 qershor që zgjedhjet i fiton ai që vendosin shqiptarët me votën e lirë. Dhe vota 23 qershorit është një votë e lirë, një votë e ndershme, vetëm kështu duke lexuar. Nëse ka humbje, nuk ka sepse ka shtrembërim në kutinë e votimit, po sepse programi i paraqitur për opozitës nuk është blerë dhe nuk është përqafuar nga shumica e shqiptarëve. Kjo është demokracia. Është shumë e vështirë në Shqipëri të pranohet humbsi. Kështu është demokracia. Është në interesin e të gjithëve që të pranojmë rezultatin dhe të ecim përpara. Është paralajmëruar që një numër i madh vëzhguesish tuaj do vinë në Shqipëri. Besoni përveç se asaj po themi numërimit votës, certifikimi që ata do i bëjnë rezultatit zgjedhjeve dhe procesit zgjedhor në tërësi,
do jetë, po themi, momenti për të thënë që këto zgjedhje pranohen ose jo, nga forcat politike? Mendoja që Shqipëria do të kishte kaluar këtë proces, të jemi të sinqertë. Tashmë është një vend i natës, me 2 dekada. Unë kam qenë dhe vetë përfaqësuesi i këtyre institucione ndërkombëtare. Po në vende me një demokraci në hapat e saj të para, Shqipëria duhet të kishte kaluar. Po jemi këtu ku jemi. Dhe me këtë shkallë të lartë, artificiale për mendimin tim, vetëm në kreun një pjesë edhe të Partisë Socialiste, ku flitet për vjedhje dhe një pjesë të shtypit, e cila fatkeqësisht është bërë shtojc e kësaj lloji propagande, prezenca këtyre është e mirëpritur. Thjesht për të thënë që s'ka asnjë sekret, asnjë lloj tendence për të manipuluar zgjedhjen. Por kuptohet që në momentin që ti i thërret, këto janë institucione serioze dhe vendet ku të cilat ne aderojmë, Komuniteti Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe komuniteti ndërkombëtar, po dhe investitorët e huaja, patjetër që i dëgjojnë me vëmendje këto. Dhe kur thërriten, nuk janë në rolin e Albirtit, po ata janë vëzhgues profesional, mendimi i tyre është profesional dhe unë mendoj që patjetër është një mendim që duhet dëgjuar dhe është mendim me pesh në institucione ndërkombëtare. Sorry, më fal. Po flisnim për marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. A patët mundësi të bisedoni, po themi, me zotin Moore, lidhur me nivelin e këtyre marrëdhënieve? Ka patur, si thush, një përpjekje për të keq përdorur deklaratat e ambasadorit Arvizu. Ju a shikoni një diferencë mes 2 qëndrimeve që kanë këta 2 diplomatët? Jo, Artur, nuk flitet sepse marrëdhëniet midis Shtetit Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë janë marrëdhëniet nga më të mirat që mund të ekzistojnë. Shqiptarët janë populli më pro-amerikan që mund të bëhet. Dhe shqiptarët janë me fat që Shtetet Bashkuara i kanë patur në krah si një partner për forcimin e demokracisë, për forcimin e paqes dhe për progresin e Shqipërisë. Kështu që nuk ka asnjë lloj problemi. Nuk shikoj unë këtu tendenca nganjëherë për të kapur detajet dhe Shqipëria është një vend që është e vështirë për të kuptuar nganjëherë se si një deklaratë interpretohet jo thjesht në 2 mënyra, po afërsisht në 2 mënyra të kundërta. Megjithëse duhet të thënë që deklarata e zotit Moore u interpretua pak më drejt, sepse edhe një anë e ekstremit të majt, e cila priste një përplasje, thua që po bëhe një përplasje midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Shqipërisë, që ishte imagjinare për mendimin tim, nuk ndodhi dhe nuk ka pasur një përplasje tillë. Dhe nuk ka një dallim midis qëndrimit zyrtar të ambasadorit amerikan dhe një zyrtarit të lartë të Departamentit Shtetit. Dhe kështu duhet jetë, një vend serioz si Amerika. Kur merren vendimet në Amerikë ka diskutime të brendshme, po pasi merren jepet dhe dilet me një qëndrim, dhe unë nuk shikoj qëndrim të ndryshëm mes të dyve. Pra janë faktet ato që i përpunojnë dhe këto qëndrime dhe vendimet të Departamentit Amerikan të Shtetit. Patjetër, fakte që vijnë nga burime të ndryshme, po nuk ka një dëshirë të Amerikës për të ndihmuar dhe ne duhet ju jemi mirënjohës. Ka dhe këtu dhe një dëshirë nganjëherë me që fushata është kaq afër për të interpretuar si këto sikur favorizohet njëri krah dhe ana tjetër, po unë mendoj që ndihma që jepet është ndihmë për forcimin e institucioneve demokratike, është ndihmë për forcimin e Shqipërisë, për forcimin e integrimit të Shqipërisë, për paqen dhe stabilitetin në rajon. Dhe ne duhet jemi shumë mirënjohës ashtu si është mirënjohur dhe shumë prekse dashuria e sinqertë që shqiptarët shprehin për Amerikën. Ne shikoni këtë, ndjeni këtë, endesh në ato ngjyra, po themi, në ato kolor siç ka qenë në të fillime? Është dhe ndjej. Dhe gjëja më e thjeshtë në sheshet shqiptare, valvitret flamuri amerikan. Kjo është patjetër nuk mund të kalohet dhe zoti Moore përmendi edhe kjo nuk mund të kalohet lehtë për një sy që vjen nga përtej Atlantiku. Unë shikoj dhe këtë e quaj si një shenjë mjaft pozitive dhe një gjë mjaft të mirë për Shqipërinë dhe për Amerikën, për të dy, për paqen dhe stabilitetin rajonal. Kjo është prekse dhe mjaft domethënëse. Premtimi i kryeministit Berisha se në mandatin e ardhshëm pra do punojë për të tuar gjitha kushtet që Shqipëria duhet në mënyrë që të marrë citohet të drejtën e lëvizjes pa viza për qytetarët shqiptarë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të thënë që ka dy reagime të ndryshme. Një mund të jetë nga qytetarët, pra që e mirëpresin pozitivisht pasi kanë provuar shijen e lëvizjes pa viza në Europë, dhe si thuaç për shumë veta, pra Amerika është edhe një ëndër për ta parë, për ta prekur, për ta njohur atë vend.
Dhe ka një qëndrim, po themi, nga opozita që sot është nga ato shashkat elektorale, është diçka që s'arrihet, diçka pa mundur. Ju sa realiste shikoni këtë? E shikoj plotësisht realiste dhe mendoj që po bën gabim opozita, që futet prapë në këtë rrugë, siç ishte më përpara. Kush mendonte që do ishe kaq realiste antarësimi i Shqipërisë në NATO apo në Këshillin e Evropës dhe të tjera? Liberalizimi i vizave. Po, unë mendoj që kjo nuk është thjesht një propagandë elektorale. Kjo është një dëshirë e shqiptarëve, e shprehur nga një mik i amerikanëve, siç është kryeministri Berisha, dhe ka gjetur dhe do të gjejë mbështetje si në Shqipëri, ashtu dhe në miq që ne kemi në Amerikë. Dhe nuk ka ndryshim këtu, nëse ambasadori apo dhe zoti Murë ndisin faktet, ky është një proces, ne nuk po themi që do të hiqen vizat pa u realizuar kushtet që janë. Po besimi është e mundshme plotësisht që këto kushte të realizohen dhe shqiptarët të lëvizin pa vizë dhe në Amerikë. U mezi pres për këtë. Do të jetë një fitim i dyanshëm dhe për shqiptarët dhe për amerikanët dhe për shqiptarët që jetojnë aty, dhe do të jetë vërtet një marrëdhënie që e meritojnë një dashuri e tillë dhe sinqert që ekziston midis dy vendeve. Po, mbaj mend, zoti Selami, që gjatë kohës që çështja e Kosovës ishte në pikpyetje në Shtetet Bashkuara të Amerikës, shqiptarët pra në vite arritën të krijojnë një mazhorancë të dukshme, po themi, në Senat, në Kongres, sa i përket përkrahjes për çështjen e tyre. A kemi ende këta numra, po themi, në politikën amerikane për të marrë këto vendime, siç është liberalizimi i vizave në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Numrat janë, këto janë dy çështje pak të ndryshme, dëshira dhe gjithmonë ka qenë dhe është përkraje për Shqipërinë asnjëherë si ka munguar Shqipërisë në Amerikë dhe çështje shqiptare. Unë mendoj që jo vetëm lobi, por është një marrëdhënie tashmë solide në të gjitha nivelet e administratës amerikane, në shtëpinë e bardhë, në departamentin e shtetit, në departamentin e mbrojtjes, në departamentet e tjera, në Kongresin amerikan, në Senatin amerikan, përtej këtyre në lobet që ekzistojnë në Amerikë, në përgjithësi është një frym mjaft e mirë, mjaft e shëndoshtë, mjaft pro-shqiptare, siç është në Shqipëri një frym pro-amerikane. Dhe këtu në këtë pikë unë mendoj që kthehem prapë tek observimi juaj lidhur me opozitën. Opozita duhet ta përkrahë këtë gjë, sepse ne të gjithë pro-amerikanizmi është diçka që nuk ka dallime partijake. Unë vjen mirë ta konstatoj këtë në Shqipëri. Kuptohet që preferenca e Partisë Demokratike ka qenë gjithmonë, po kjo nuk është diçka partijake dhe kjo është diçka pozitive për Shqipërinë. A i shikoni marrëdhëniet mes dy vendeve, po themi, me të njëjtin ritëm, me të njëjtin intensitet, me të njëjtin ka padur disa momente të fundit, po themi që Shtetet Bashkuara të Amerikës, po themi, kanë kërkuar, po themi, për ndihmë tek Shqipëria, siç ishte strehimi i komunitetit që jetonte në një kamp në Irak, pra komunitetit iranian, mujahedinëve, mos gabojmë, kështu ishte emri atyre, ata janë strehuar një pjesë Shqipëri. Për angazhimin që ka Shqipëria pro Shtetet Bashkuara të Amerikës në Afganistan, ose në vata tjera të konfliktit, ose qoftë edhe qëndrimet në Kombet e Bashkuara, kur është kërkuar, po themi, vota e Shqipërisë ka qenë gjithmonë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. A mendoni që mbase mungesa e luftrave në rajon e ka zbehur disi, po themi, vëmendjen amerikane ndaj rajonit, ndaj Shqipërisë? Nuk mendoj kështu, është mendimin e kam të kundërt, dhe është keq kuptim ta shikosh influencën dhe praninë amerikane thjesht kur ka luftra. Angazhimi më i madh i Amerikës është në paqe. Amerika është nga popujt më paqësor të globit. Nëse angazhimi i Amerikës në luftë është bërë i nevojë, është për shkak të fuqisë së saj ushtarake, për shkak të asaj çka është mbështetja kryesore e vlerave të demokracisë, të paqes dhe të lirisë së njerëzimit, dhe ka qenë në këtë krah. Unë mendoj që marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Amerikës dhe në të ardhmen do të jenë akoma më të afërta, do të jenë akoma më të dobipruese për Shqipërinë, por njëkohësisht edhe për Amerikën. Unë mendoj që paqja dhe stabiliteti janë marrëdhëniet ku amerikanët dhe politika amerikane shkëlqen më shumë dhe që bëhet më prezente. Me tërmend edhe gjatë luftës, le të kthehemi, edhe gjatë luftës dytë botërore, u fitua lufta, por amerikanët kënaqësinë më të madhe dhe atë arritim më të madhe kanë fitimin e paqes në luftën e dytë botërore. Ndihmuan Gjermaninë, ndihmuan Japoninë pas luftës së dytë botërore dhe të dy u bën
vendet të cilat të ndihmuan për paqen dhe stabilitetin rajonal. Kështu që në këtë pikë mendoj që është një keq kuptim nga larg të shikohet sikur interesi amerikan mbaron me luftën. Përkundrazi, nuk ka interes. Amerika futet në luftë vetëm atëherë kur i ka ezaruar të gjitha opsionet. Dhe futet në luftë vetëm në emër të paqes, në emër të lirisë, në emër të drejtësisë dhe në emër të demokracisë. Dhe ne si shqiptarë në çështjen e Kosovës jemi dëshmitar të drejtë për drejtë kësaj. A janë lobuesit, po themi, një mjet i pazëvendësueshëm, po themi, në periudha kur nuk ka interes, nuk ka angazhime, po themi, të forta. A janë lobuesit, për shembull, qeveria shqiptare ka një agjenci dhe sa rrin këto, po themi, që të ndryshojnë politikën amerikane në rast se mendohet që du të bëj favore. A bën politika amerikane favore, po themi, kurrizat atyre parimeve që u shprehet, kur janë punat në trajtimin e një qeverie ose të një personi ose dikujt, po themi, në një vend caktuar të botës? Jo, nuk ka. A mjaftojnë $400.000 siç është, po themi, fatura që është paguar nga qeveria shqiptare? Është një mendim shumë i sipërfaqshëm dhe një mungesë njohje se si punon politika amerikane. A ka lobe? Po, ky është realiteti i politikës. A ndikojnë ata? Po. Po kjo nuk është në kundërshtim me parimet e politikës amerikane. Për drejtësinë, për demokracinë, për paqen, nuk mundet një lob të ndryshojë qëndrimin lidhur me parimet amerikane. Nuk ka para në këtë pikë që mund të ndryshojë. Nëse ka ndikim, mund të jetë një zë, ky zë është sepse është interesi dhe qëllimi i bazuar mbi parimet e politikës amerikane, i cili mund të koincidojë në këtë vend, por nuk mund të bëhet e bardha e zezë. Përgjigjja është jo me $400.000 që janë thjesht diçka fare pa përfitshme, por dhe më shumë. Nuk mund të blihet politika amerikane në këtë mënyrë për njohjen time dhe jam fort i sigurt në këtë, për më tepër politika jashtme amerikane. Ka ato parime të cilat janë të qarta në drejtim të forcimit të demokracisë, forcimit të lirisë, forcimit të institucioneve, forcimit të paqes dhe stabilitetit. Dhe nuk është futur Amerika asnjëherë, këto janë thjesht spekullime, si një vend i lirë ka dhe ekstremizma si kudo, por nuk përbëjnë të thelbin e politikës amerikane në një orientime. A ju duken ekstremistët qëndrimet e ish ambasadorit u idhërs kur vjen puna në trajtimin e situatës në Shqipëri? Pak e kam Sa parë. përfaqësojnë ato? Pak e kam parë dhe nuk e kam ndjekur, kam qenë i shkëputur. Në disa deklarime të tija më dukur pak e çuditshëm, po mos harrojmë që ai tashmë është një person privat, është diçka e pazakontë që kur flet ndonjëherë dhe ka disa nota, do t'i jap të drejtën e dyshimit, e bën nga dëshira për ndihmuar, por mendoj që Rama apo mbase për të ndihmuar, unë nuk do t'i thoja kaq ngushtë, siç thoni ju, opozitën dhe Ramën. Nuk mendoj që nuk i di lidhjet. Por mendimi im është që është për të ardhur keq që mund të krijohet një konfuzion i panevojshëm ndërkohë që Shqipëria ka nevojë për mesazhe paqësore. Nuk ka nevojë për të importuar më tepër konfrontim dhe tension. Kjo prodhohet fatkeqësisht me shumicë këtu në Shqipëri. Por nuk e njoh, nuk e kam takuar asnjëherë dhe do të rezervohem në një mendim të mëtejshëm. Është publikuar një foto e zotit Rama me presidentin Obama gjatë fushatës fundit. Po themi, ajo foto ishte bërë 6 muaj më parë, por është publikuar tani. U fol që për këtë fotografi është paguar $80.000. Nuk e di hollësim, po më vjen mirë që kreu i opozitës është takuar me presidentin e Amerikës. Ky është një lajm i mirë për Shqipërinë. Unë në këtë mënyrë e shikoj. Dhe shpresoj që sa më shumë të dëgjoj zoti Rama këshillat e Amerikës, më mirë është zoti Rama vetë, Partia Socialiste, Shqipëria dhe të gjithë ne, Artur, unë të siguroj për këtë. Pra, po kjo nuk duhet përkthyer, po themi një mbështetje ose diçka? Jo, kjo është është shqitur në kuadër një turi, po themi që disa takime që ka bërë. Dhe njëri që ndroj mendimit, sa më shumë zoti Rama të jenë kontakt me zyrtarë të lartë amerikanë dhe të arrijë të dëgjojë dhe të kuptojë shqetësimet e tyre, më mirë do të jetë për Partinë Socialiste dhe për Shqipërinë. A mendoni ju që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po themi, mbështesin një forcë politike të caktuar në Shqipëri ose apo janë ato qëndrimet qarta që ata kanë, inkurajojnë demokracinë, inkurajojnë zhvillimin demokratik në Shqipëri dhe kjo është? E dyta është e vërtetë. Thënë këtë, nëse një forcë politike është pozicionuar drejt në drejtim të ruajtjes të forcimit të institucioneve, në drejtim të përkushtimit të saj për zgjedhjet e lira dhe të ndershme, në drejtim të integrimit të Shqipërisë në strukturat euroatlantike, atëherë patjetër që ka paralel dhe duket që është ndikim politik për një forcë politike. Po kjo është përtej se nuk ka këtu dallim. Kur një forcë politike
thellësisht pro-perëndimore, thellësisht pro-europiane, siç është Partia Demokratike, nuk është çudi që të duket që është në njëjtin qëndrim me administratën amerikane, dhe kështu është. Por për të kthyer nga ana tjetër, kjo nuk është mbi bazën e një force a ndërhyrje në punët e brendshme të kësaj. Kjo nuk është politika amerikane dhe asnjëherë s'ka qenë kështu. Zoti Selami, më së fundmi, pas një pritje gjatë, Shqipëria ka tashmë 3 ligjet. Por unë do propozoja që të rikthejmë një herë këtë atmosfera që ekziston në Parlamentin shqiptar, jo pas zgjedhjeve, pra sigurisht do jeni një prej fituesve në vende të sigurta dhe duhet të riktheheni në parlament, mase do ishte mirë që ta ndiqnin dhe të shikonin, po themi, dhe se si diskutohet atje, sidomos për çështje kaq të rëndësishme siç janë 3 ligjet që i hapin rrugën Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Lutem regjistë të riktheheni sërish. Parlamenti miratohet me 108 votat e deputetëve në një seancë të jashtëzakonshme të thirrur nga kryeministri Sali Berisha, ligjin për gjykatën e lartë, atë për në punësin civil dhe reformën parlamentare që përbënin paketën kusht të Komisionit Evropian për marrjen e statusit të vendit kandidat. 108 pros, ka kundër, një abstenim, Kuvendi i Shqipërisë pas 4 vitesh më në fund voton ligjin për gjykatën e lartë, një ndër gjykatat më të rëndësishme që do zgjidh në problemet themelore dhe të luftës kundër korrupsionit. Jo kisha thënë 3 sekonda. Por deri në miratimin e 3 ligjeve, parlamenti u përfshi për disa orë në debate mes kryeministrit Sali Berisha dhe deputetëve të opozitës mbi fajtorët që sollën këtë vonesë. Pasi u varros statusi për një vit, parlamenti kryen një akt me të cilin kursen një shumë të konsiderueshme parash që do përdorej për referendum. Kursehen rreth 6 milion euro, pas janë humbur disa qindra milion euro nga shkelmimi që bëri kreu i Partisë Socialiste mbi statusin e vendit kandidat. Shqiptarët duhet ta dinë mirë se ata të cilët shkelmuan hodhen në kosh 3 ligje që kërkoheshin për marrjen e statusit, krijuan një pellg të zi me ujin e cilit po lajnë sot fytyrën. Në qoftë se ju e votoni këtë ligj për shkak të rivaliteteve të tmerrshme të brendshme, atëherë tini të sigurt që ky ligj do t'u përvlojë ju. Ku e keni firë? A i ngrit 30 herë këtu mërë zotëri dhe keni thënë firi, e bët një lloj si dushkun dikur. Shkoni kërkoni të falur qytetarëve të Firit. Jemi këtu për t'i dhënë fund një hipokrizie e cila ka filluar zoti Berisha me atë që thatë që do duhet që të kërkonim falje X, Y, Z. Unë nuk e kam për turp që të kërkoj falje kur është rasti për të kërkuar falje, por mendoj që do të ishte udhës që ta fillonit nga vetja, sepse nga 23 vjet që nga rënja e regjimit komunist, 13 për cilave i keni dominuar ju në pushtet, dhe të gjitha ato që quhet spektri djathtë deri më sot e keni dominuar ju. A nuk do të ishte mirë që ju i pari të fillonit dhe të kërkonit falje? Unë nuk e di se çfarë i thoni ju mbesave tuaja kur ju pyesin që pse Shqipëria nuk është sot Bullgaria apo Romani. Unë mund t'i përgjigjem pyetjes hollësisht e plotësisht, po përgjigjen më të shkëlqyer mund t'ja jap për ty kësaj pyetje shoku Sul Bushati, i cili kur të kthehesh në shtëpi do të thotë ty, i dashur djalë do të thotë, kur kroatët dhe të gjithë qytetarët e ish Jugosllavisë lëviznin pa viza të lirë në Europë, ne rrethonim Shqipërinë me tela me gjemba dhe klone. Kur Titoja i shkatroi kooperativat bujqësore që në krijimin e tyre, ne i bëm qytetarë të vdesin urije. Në qytet me 3 katalona, kurse në mbar fshatrat e vendit, vetëm uri, pelagër dhe smundje të rënda. Kur vendet që përmende filluan të hapen ndaj botës, ne botuam vepra, do thot ai. Kur shpallëm Stalinin, kryekriminalin e shekullit, si gjeniu në njerëzimit. Për kryetarin e grupit parlamentar Demokrata Strit Patozi, 3 ligjet ishin pengu që po i hiqet nga qafa shqiptarve, por sipas tij, kjo jo për merite e Edi Ramës. Çfarë do t'i thoni njerëzve tuaj
mirë shqiptarëve në shumicë që nuk e votojnë Partinë Socialiste, sepse me ta e keni pak më të vështirë, që nuk i miratuat këto 3 ligje sepse Edi Rama ishte zënë me Ilir Metën. Faleminderit Ilir Meta që nxorën në prit Edi Ramën. Me dashje apo pa dashje, pak rëndësi ka kjo për ne. Të kemi njësoj kundërshtar, por nuk mund mos ta njohim meritën. Ti u bëre shkak në një farë mënyrë që të organizohet kjo seancë e jashtëzakonshme ku çdo shqiptar do dalë më i qartë dhe më i fituar me përjashtim të njërit, të Edi Ramës. Edhe liberalizimi i vizave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës u shndërua në objekt debati në sallën e parlamentit. Kjo është për ta ndërtuar Shqipërinë europiane këtu. As për t'i premtuar gjoja viza me Amerikën kur kjo është si të premtosh qishran hedh. Por ka muaj të tërë po ta them ty, që po punoj për te. Dhe jam optimist. Dhe nuk jam optimist kot. Dhe po punoj të gjitha degët e pushtetit atje. Në vend se të mbështesni, në vend që Kongresi Amerikan të marrë një mesazh përbashkët, në vend që qeveria amerikane të marrë një mesazh përbashkët, do derdhen gjithë në Amerikë. Dhe tani po them edhe një herë, do fitojmë liberalizimin e vizave me Shtetet e Bashkuara në mënyrën më të meritur. Po ju do kundërshtoni? Kryeministri bëri thirrje e opozitës sot që së bashku me 3 ligje të bëshin pjesë edhe e votimit të projektligjit për legalizimin e kapitalit, dhënien e amnistisë për disa vepra penale dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor e doganor. Nëse do doje të ishe fisnik vërtet me sipërmarrësit dhe me biznesin, ta kishe menduar këtë ta bëje 8 vjet, pa i çuar taksidarët në dyert e biznesit duke i gjobitur sipas preferencave politike dhe interesit partijak që ke, dhe pa i mbushur me borxhe për atë punët publike që nuk paguan, zot Rode, sepse s'ke para, dhe mbi të gjitha duke trajtuar biznesin jo si lop për ta mjel sa herë ka fushat, por si partner të vërtet. Po si da u dili ju biznesmenve për para? Prej natë Sali Berisha u lam gjobitur? A thoni janë gjobit socialistët? Urdhë pra të votojnë për të heqjen e gjobave. Për shumicën tuaj është rasti i fundit që mund të votoni për një amnisti. Me të shofun uraganin tim, pse nuk thot do fal gjobat e 1 prillit, po thot 1 marsit. Sepse e pa që 1 prillit po i gjelet të fytur. Projektligji për amnistin u miratua në parim vetëm me votat e majorancës, deputetët e së cilës votuan gjithashtu pronenit projektligjit që shtrin veprimin e ligjit deri më 31 dhjetor 2013. Deputetët miratuan sot edhe aktin që mundson shpërndarjen e 65 milion lekëve fonde publike për partitë politike që do të marrin pjesë në zgjedhjet e 23 qershorit. Jemi sërish në këtë transmetim drejt për drejt në Radio Televizionin Shqiptar. Jam me zotin Eduard Selami, kandidati i Partisë Demokratike për qarkun e Elbasanit, konkretisht në zonën e Librazhit. Kemi diskutuar në pjesën e parë dhe dytë lidhur me pritshmëritë, me atmosferën, me mënyrën se si është shpritur zoti Selami në qarkun e Elbasanit dhe në pjesën e dytë kemi folur për marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sa realiste po themi është premtimi që Partia Demokratike bën për një liberalizim të shpejtë vizave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë pjesë tretë, zoti Selami, ne u futëm përmes pamjeve në parlament, në mënyrën se si debatohet sot në parlament, sa ndryshme ju duket nga ajo kohë. Kujtoj që debatet ngjashme sa i përket afrimit me Europën, me strukturat euroatlantike keni patur në atë kohë dhe kanë qenë ndoshta disi edhe më të ashpra, por tashmë kemi fatin që pas një bllokimi të gjatë, pra për 3 ligjet, kemi hyrë, se thuash, kemi kaluar ato kushtet, kemi plotësuar ato kushte që Bashkimi Evropian na kishte dhënë, dhe çfarë shiu la juve votimi, po themi kokullur i socialistëve, pasi kanë nxjerrë disa pretendime prej kohës, pse nuk i votonin këto ligje? Artur, në pyetjen tënde ka disa pjesë. Më lejo të veçoj në radhë parë një nga pjesë më të rëndësishme, sa që ka qenë një nga zhgënjimet e mia më të mëdha, pengimi i votimit të 3 ligjeve që u bë, pengimi i marrjes së statusit kandidat në Këshillin në Komunitetin Evropian, Bashkimin Evropian të Shqipërisë. Kjo për mua është jashtëzakonisht zhgënjyese, sepse doli në kundërshtim edhe me vetë një pjesë të Partisë Socialiste, deputet Partisë Socialiste cilët kërkuan votimin e këtyre ligje dhe me të drejtë në këtë gjë, u penalizuan dhe u bllokuan. Humbëm që të gjithë. Dhe unë asnjëherë nuk do të më shkonte në mend që edhe pas 2 dekadave,
do të bllokoj në mënyrë të tillë, pas një lloj arsye, pavarësisht nga gjërat politike që ngrihen, dhe me një kosto të tillë, kaq të lartë. Edhe në SHPA, zotë Selami, ndodh që nuk votohen ligjet. Po themi, opozita nuk voton reformat e Obamës. Janë dy gjëra krejt të ndryshme. Unë nuk kam asgjë kundër mënyrës dhe debatit parlamentar. Kjo është e shëndetshme për një demokraci dhe kështu duhet jetë. Por jo kur bëhet fjalë për të marrë kandidimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ku qindra e miliona dollar presin për t'u afruar. Përveç kësaj, biznesi që është investitorët e huaj presin, po të shikosh Çekin, Polonin, Hungarin, se si kanë ecur. Fill mas kandidimit, marrje status kandidat, kanë vërshuar investitorët e huaj. Për më tepër kur është një krizë ekonomike në përkrah. Që kjo gjë të bëjë, më tha një diplomat mik i shqiptarëve, në një bisedë që kisha para pak kohë këtu, që kjo gjë të ndodhte në Bosnjë, thosh, këtë ne e kuptoj. Sepse serbit të thotë që më kanë vrarë gjyshe. Kroatit thotë që më kanë përdhënuar gruan dhe vajzën. Bosnjaku thotë më kanë bërë këto të dyja dhe më shumë. Po në Shqipëri nuk ka asnjë arsye që shqiptarët mos merren vesh kur bëhet fjalë për të mirën e vendit tyre. Kjo s'ka të bëjë me debatin. Kjo është një politike pa përgjegjshme me kosto. Dhe unë uroj dhe shpresoj që kjo të jetë hera e fundit që kjo politikë bëhet në mënyrë të tillë. Debate të tilla ka patur edhe më përpara, po unë kam patur rastin ta them edhe një herë tjetër, që kanë qenë po nga Partia Socialiste. Zoti Dokle ka qenë ai i cili ka votuar kundër vendimit të partisë tij për të pranuar dhe për të përmbushur antarësimin e Shqipërisë në Këshillin e Evropës. Ka votuar pro? Ka votuar pro kundër vendimit të partisë tij, dhe unë e kam falendëruar për këtë dhe e kam thënë edhe herë tjera, dhe ky është fakt. Pas 15-20 vjetë, kjo nuk duhet të ndodhte kurrë. Nëse do të ishte një votim i fshehtë, do të kishte marrë 2/3 me kohë. Nëse edhe deputetët e Partisë Socialiste do të kishin rast të mos bllokoheshin nga leadershipi i tyre, unë jam i sigurt, dhe kjo gjë duhet të marrë fund. Dhe unë mendoj që kjo është e trishtuar. Dhe sa për debatin, është më i mirë sot, është në çdo vend të tjerë, ka nganjëherë raste ku teprohet me këto gjëra, po teprimet në argumentat për se si e shikon të një politikë janë të ndryshme. Kur vjen fjala për gjëra që interesojnë Shqipërisë, kjo praktikë do të marrë fund dhe shpresoj që kjo të jetë hera e fundit që një debat i tillë bëhet në Shqipëri. Kur vjen çështja tek afrimi me strukturat euroatlantike, shumica e gjërave që kanë të bëjnë, po themi, me afrimin e këtyre me këto institucione, ka ndodhur gjatë kohës që ka qeverisur Partia Demokratike. Për me Këshillin e Europës, po ka ndodhur po kështu, pra Partia Demokratike ishte në pushtet atëherë që u bë antarësimi i saj i Shqipërisë në NATO, liberalizimi i vizave. A do keni ju shansin pra Partia Demokratike që të nënshkruaj dhe antarësimin e Shqipërisë në BE? Shpresoj që kjo të bëhet sa më përpara. Kuptohet që Partia Demokratike do të jetë preferenca më e madhe, po sa më përpara të bëhet kjo do të fitojmë që të gjithë. Nuk është rastësi dhe koincidencë kjo që thoni ju, sepse fakti është që Partia Demokratike lindi si një parti e re, me thirrjen ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe nuk është rastësi që ne kemi bërë përpjekjet maksimale si një forcë integruese në këtë anë. Kështu që në këtë pikë unë mendoj që është dhe një nga arsyet kryesore që ka këtë mbështetje në Shqipëri. Është dhe një nga arsyet kryesore të fitores së 23 qershorit. Por unë sinqerisht të dëshiroja që kjo të bëhet sa më përpara. Me preferencën time të Partisë Demokratike, po unë ju garantoj që Partia Demokratike dhe kur ka qenë opozitë, asnjëherë nuk ka dhënë një votë që të jetë kundër integrimit të Shqipërisë. Dhe në këtë pikë mendoj që shqiptarët janë mirënjohës. Më ranë sy, zoti Selami, votimi kundra pra i Partisë Socialiste për amnistin, për falje fiskale që Partia Demokratike propozoi në parlament. A mendoni që si thosh politikisht është zgjedhja e duhur për një forcë politike kur vjen puna për të çliruar biznesin nga disa barra, për më tepër kur ti akuzon Partinë Demokratike ose qeverisin e mazhorancës se është abuzive në mënyrën se si charge, po themi, vendos taksat ose gjobat ndaj bizneseve të caktuara që mund të jenë të lidhura, të afruara me Partinë Socialiste? Ja heq bazën e kritikës që është bërë deri tani. Përderisa ti mendon që këto gjoba janë bërë mbi bazën politike, kur del Partia Demokratike që është mbështet dhe i fal këto pa dallim demokratë socialistë, atëherë ku mbetet baza? Dhe unë mendoj që kjo është dhe një politikë mjaft pozitive e
klimës pro biznesit që bën Partia Demokratike, më falni, ka programin e saj më të mirë në drejtim të biznesit, në drejtim të klimës së përgjithshme, për biznesin e vogël, për biznesin e mesëm, për fermerët, për biznesin e madh, për kredit bankare, të gjitha këto bëjnë të mundur dhe të jenë një nga arsyet që biznesi është dukshëm në anën e Partisë Demokratike. Identifikohet me partinë e biznesit. Fatkeqësisht, kreu i Partisë Socialiste operon më shumë në territore ideologjike, si kjo që përmendën dhe ju. Flet për parrulla, për gjoba të vënë në mënyrë politike, dhe ja ku është, nuk aprovon, ndalon deputetët e tij për të votuar në një gjë që është kaq e qartë duke ia hequr të gjithë mbështetjen. Nuk ka gabim më të rëndë se sa të nënvlerësosh dhe të trajtosh elektoratin si njerëz të cilët nuk marrin vesh. Njerëzit janë shumë të qartë. Njerëzit janë shumë të mençur dhe kuptojnë dhe shikojnë mes rreshtave. Shikojnë ku bëhet politik për interes personal dhe shikojnë ku ka sinqeritet dhe një politikë e cila bëhet për të mirën e gjithë shqiptarëve. Unë mendoj që ky është një rast fare i qartë, fare klasik, që edhe ky do të ketë një çmim për në 23 qershor. Zoti Selami, sa europiane ju duket Shqipëria pas më shumë se 20 viteve, po themi që është hapur ndaj tregut, ka lirinë e shprehjes, ka institucione, po themi në formatin perëndimor? Është mjaft më shumë europiane se më përpara, dhe këtu ka shumë faktorë. Shqipëria po hapet, lëvizjet pa vizat, të cilët janë një arritje jashtëzakonshme për të gjithë shqiptarët. Shqiptarët kanë dalë, kanë emigruar. Jemi duke jetuar një revolucion informativ. Bota sa vjen dhe zvoglohet. Kështu që pikë Shqipëria dhe shpirti europian është në pozita mjaft forta. Është për të përmendur që forcat kryesore politike, në veçanti Partia Demokratike, janë qartësisht drejt integrimit të Europës. Është për të ardhur keq, siç e tham, që ligjet janë bllokuar dhe kjo rrugë është bërë pengesë, po kjo shkon në kundërshtim me dëshirat e shumicës së shqiptarëve. Dhe shqiptarët janë një vend thellësisht europian. Shqipëria sotme është më europiane se Shqipëria e mëparshme, po unë do të them një gjë, Artur, dhe kjo është e rëndësishme. Shqipëria është një hap pranë integrimit të plot në Bashkimin Evropian. Dhe kjo do të bëjë një diferencë shumë të madhe. Dhe për këtë unë jam bashkuar Partisë Demokratike dhe për këtë unë jam shumë i gëzuar të dalë përpara shqiptarëve në emër të Partisë Demokratike për të ndihmuar që 23 qershor vota e tyre të jetë për këtë formacion i cili është i garantuar dhe 100% i interesuar dhe 100% i vendosur për një Shqipëri europiane me të drejtat plota në komunitetin europian. Kjo do të jetë në mirën e gjithë shqiptarëve. Zgjedhjet e 23 qershorit janë një test, besoj, i fundit para se të hapen Bashkimi Evropian të marrë vendim për hapjen e negociatave me Shqipërinë pra në rrugën drejt antarësimit. A besoni se do ta kakadojmë këtë test dhe më së fundmi nuk do kemi palë në Shqipëri që do thonë mu vodhën zgjedhjet si ishin të rregullta e tjera, po gjithë tjenë një zëri, po themi në atë përfundim që zgjedhjet ishin të drejta, të ndershme dhe të lira. Besoj dhe shpresoj shumë. Humba një bast në 2009 me drejtorin e Zërit Amerikës, i cili unë isha në Amerikë që këtu dhe unë thash që Shqipëria ka kaluar këtë. Po në këto zgjedhje vërtet besoj që kjo të ndodhë për të mirën e përbashkët, për të mirën e Shqipërisë. Zgjedhjet janë të lira, janë të ndershme, janë demokratike, këto janë përgjegjësi e qeverisë dhe opozitës, këto janë përgjegjësi e gjithë shqiptarëve. Ne do të kemi një demokraci aq të mirë sa të gjithë shqiptarët ta bëjmë. Duhet të punojmë në këtë drejtim. Unë mendoj që shumica e shqiptarëve janë në këtë drejtim. Edhe zëri i fatkeqësisht kanë herë që ngrihet i kreut të opozitës, sa vjen dhe po zbehet në këtë drejtim. Po shkon, siç thuhet, po i hiqen argumentat dhe të gjitha tullat. Nëse KQZ-ja është problem, urdhoko ke vendin, jemi pritur, hajde, bile u dha edhe një shkelje, nëse ata janë të interesuar për shkeljen teknike të ligjit. Edhe kjo shkelje është. Pasi ata kanë bërë një deklarim, i cili është një deklarim publik, politik. Prap Partia Demokratike dhe zoti Berisha ka thënë që mund të vijmë prap. Ata që kanë ndërheqje, po. Pikërisht, sepse kjo shkon në kundërshtim me nenin 18, po ta shikosh me të drejtë me syzet e njeriu teknik. Po s'është miratuar në parlament, kështu që mund të quhet në farë mënyrë. Pra dhe kjo është një lëshqim që bëhet për këtë gjë. Mendoj dhe shpresoj shumë se kjo do të jetë në të mirë të gjithëve. Është një papjekuri e theksuar politike dhe mjaft e rrezikshme dhe me kosto për shqiptarët të mendosh që po qëse unë fitoj zgjedhjet janë të lira të ndershme, nëse i humb atëre unë nuk i njoh. Shpresoj që kjo të mos jetë dhe mendoj që drejt kësaj rruge po shkohet dhe shpresoj që kjo të jetë rezultati i 23 qershorit. Ka një, po themi, një perceptim që në rast se do ikin shumë në zgjedhje shqiptarët, pra do dalin gjithë të votojnë në farë mënyrë, mos të ketë njerëz që
të rinë për shtëpi, pra të ushtrojnë atë drejt tyre si qytetarë drejt kushtetuese, pra të votojnë alternativat që janë këto zgjedhje. Si thosh, rezultati ose diferenca do të jenë më të qarta dhe rezultati do ishte më i pranueshëm, më i besueshëm. A do bëni edhe ju të njëjtën thirrje shqiptarëve që dalin të votojnë 23 qershor? Patjetër, është një detyrë për të forcuar demokracinë. Patjetër që duhet të dalin dhe ta shprehin mendimin e tyre me votën e lirë dhe me votën e fshehtë, dhe kjo është pa diskutim një nga thirrjet e mia. Kuptohet që unë përfaqësoj, jam krenar që përfaqësoj Partinë Demokratike, një forcë tërësisht pro-europiane, një forcë tërësisht në interesin më të mirë të shqiptarëve, po nga ana tjetër unë do të preferoja çdo njeri që të vijë dhe të ushtrojë të drejtën e tij, pavarësisht se për kë voton, se do të kemi një demokraci më të mirë. Edhe kjo është një problem. Ligji i tanishëm elektoral fatkeqësisht është i tillë që nuk jam për atë që një ligj është më demokrat se tjetër, po nga ana tjetër edhe ligji në vetvete i drejtohet një pjesë të shoqërisë apo kërkon më shumë konsensus apo më pak konsensus. Në këtë mënyrë ligji i tanishëm i Shqipërisë, një proporcional i pa korrektuar, rajonal, si të thuash ka të afrimin në rezultat. Dhe kjo e bën më të vështirë. Edhe pranim mund të jetë një arsye më shumë. Por kjo unë mendoj në vetvete mund të jetë një debat i mëtejshëm. Sot për sot ne kemi këtë ligë dhe duhet bëjmë pamundër për këtë. Sa më shumë njerëz të dalin, sa më shumë njerëz të votojnë. Dhe unë kam besim në një fitore të thellë të Partisë Demokratike, të përmasave të 92-shit, unë mendoj që kjo do të jetë një arsye më shumë që demokracia të jetë më e fortë dhe do të jetë më vështirë për ata njerëz nëse ka që mendojnë për të prishur zgjedhje nëse humbet ta kemë më të vështirë këtë gjë. Zoti Selami, këtu kemi përfunduar, duhet t'ju falenderoj që ishit me mua sot, t'ju uroj suksese në aktivitetin tuaj politik. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit dhe ju gjithëve që na ndoqët drejt për drejt në Radio Televizionin Shqiptar. Bashkë do shihemi të martën në atë edicion, po themi special që kemi filluar, i kemi kushtuar fushatës zgjedhore, zgjedhjet të 23 qershorit. Njoftoj që të martën e ardhshme do kem në studio kryetarin e partisë që përfaqëson pra Komitetin Çam Shqipëri, zotin Shpëtim Idrizi. Bashkë mirupafshim këtu natën e mirë.